Andaj prej asaj çka është regjistruar në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në hadithe të vërteta që tregon për bujarinë dhe fisnikrinë e madhe që kishin ansarët ndaj muhaxhirëve, është edhe rasti i Sa'd ibn Rabi'as radhiyallahu anhu, i cili ishte prej ansarëve, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e miqsoi dhe vllazëroi me Abdurrahman ibn Aufin, që kanë vërtetuar apo është ardhur në hadithe të vërteta se Sa'd ibn Rabi'a i ka thënë Abdurrahman ibn Aufit: "Kjo është pasuria ime, po e ndajmë për gjysmë. Dhe unë i kam 2 gra. Zgjedhë cila prej tyre të pëlqen." Kurzoj atë, e pasi që të kaloj ideti i saj, martoje. Kush prej njerëzve e bën këta, përveç se muslimanëve, e sidomos gjeneratat e para? Kush prej njerëzve veç muslimanëve thet merr gjysmën e pasurisë teme që ma ka la baba? Jo veç asaj, merr njërin prej grave të mia cilën dush. Këta vetëm se e kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Abdurrahman ibn Aufi nuk u tregua askush. Me një aspekt, me atë fjalë, pak ma thjesht me përdor. Asë nuk u tregua atash me thonë se ky ma dha gjysmën pasurisë, elhamdulillah pshtova. Tha, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Allahu dhosh bereqet thot në pasurinë tënde dhe në familjen tënde. Tregom thot ku është tregu. Ku është tregu thot që të shkoj dhe të bëj tregti. Nga se Abdurrahman ibn Aufi ishte njohur prej tregtarëve të Mekkës dhe muhaxhirët ishin të njohur në tregti. Nuk dinin ndonjë zanat tjetër përveç tregtisë, se natyra e Mekës ishte e tillë. Kurse edhe njëna prej shkaqeve ndoshta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vllazëroi muhaxhirët dhe ansarët është që t'ju mësojnë muhaxhirëve edhe prej zanateve që kishin ansarët. Nga se muhaxhirët përveç se tregtisë nuk ishte të njohur që dinin ndonjë zanat tjetër. Andaj Abdurrahman ibn Aufi tha tregom se ku është tregu dhe shkoi dhe bëri tregti dhe u ktheu me fitim në mbrëmje. Domethënë Sa'd ibn Rabi'a nuk ishte prej dorë shtrënguesve, mirë po e japi gjysmën e pasurisë për Abdurrahman ibn Aufin. Mirë po as Abdurrahman ibn Aufi nuk ishte prej atyre cili dënte ta shfrytëzonte mundin dhe djersën e Sa'd ibn Rabi'as. Për ata kam dëgjuar një hoxhë përmend që thejke, çysh nuk ka sot dikush prej muslimanëve thot, po çysh s'po del dikush? Çysh s'po del dikush një Sa'd ibn Rabi'a i cili ma jep gjysmën e pasurisë? Thot na i themi për me qenë prej atyre burrave që japin gjysmën e pasurisë si Sa'd ibn Rabi'a, duhesh t'jesh edhe ti si Abdurrahman ibn Aufi, i cili thosh Allahu të shpërbleft dhe Allahu të dhash bereqet, mirë po unë dua të fitoj pasurinë prej djersës time dhe prej dorës time.